E keni rritë për 300% kostën e energjisë eksportuesve. Kemi bo asnjë ndryshim të politikave strukturore sa i përket liberalizimit të tregut të energjisë. Ju e keni përkecu citatën. Kolegu po flet këtu sikur mos me pas qenë pushtet asnjëherë. Keni pas 6 vite kohë edhe për me rritë performancën e investimeve kapitale edhe me mbështet eksportin. Çka ka ndodhur është qeveria me performancën më të ulët që ka pas ndonjëherë Kosova të investimet kapitale, ndërsa për eksportues, ju jeni qeveria që e keni rritë për 300% kostën e energjisë eksportuesve. E keni humbë konkurrentshmërinë e prodhuesve tanë në treg, jeni të shty prodhuesit tanë që të pak që i kemi, me zvoglu prodhimin se nuk po mujnë me qenë konkurrent treg, jo flisni këtu për rritje të konkurrentshmërisë të produktivitetit. Qasja juaj ndaj sektorit privat ka qenë armiqësore që nga dita e parë. Dhe ajo është materializu me veprimet që i keni marrë. Sa i përket eksportit, gjitha më lejohet ju informoj që ne kemi gjetë Kosovë me 450 milionë euro eksporte, tash ato kanë arrit në 1 miliard euro eksporte. Sa i përket çështjes bankës zhvillimore me bankën botërore është zhvillu koncepti dhe është pranuar dhe është në jetësim e sipër, në ndërkohë sa i përket çështjes së energjisë, ta keni parasysh. Fal, smujm krejt me 30 sekonda. Armen, ta jap fjalën. Është me rëndësi të lutem. Po krejt o me rëndësi. Kemi bo asnjë ndryshim të politikave strukturore sa i përket liberalizimit të tregut të energjisë. Atë vendim Arben Mustafa. PDK-ja me LDK në vitin 2016, Koha afati ka qenë në vitin 2021, ne kemi shtyr ata fat Koha e Arbenit. Ishte pamundur Arben. që të lëvizën afat. Ju zotni e keni gjetë Kosovën me deficit tregtar 3 miliard euro, sot Kosova i ka 5 miliard euro deficit tregtar. Gjatë kohës juve paraja e qytetarët Kosovës po shkon jashtë vendit, edhe diferenca mes paras që po shkon atë që po bjen, u rrit shumë. Ju jeni të nxjerr paranë e qytetarëve të Kosovës jashtë vendit. Mbulueshmërinë e eksportit me import e ki 12.9% si vjet. Kështu që ju eksportin e keni degradu edhe më keq se sa pozicioni i disfavorshëm që ka qenë. Ju e keni përkecu citatën e tregtisë së jashtme. Ju nuk keni komuniku asnjëherë me prodhuesit tanë për nevojat e tyre.